Mirëmbrëma në Xhiro me Syqin. Sonte do të bëjmë një emision për artin, pasi politika i ka lodh njerëzit, megjithëse edhe pseudo-arti këtu në Shqipëri ka largu interesin për artin. Do të flasim me një artist që ka një histori shumë interesante. Gjergj Pali, Gjergj, mirë se ke ardhur. Mirë se u gjeta, e faleminderit që më ke invite. Faleminderit ju. Është kënaqësi shumë e madhe. Gjergj, ju keni marru Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1980. Po. Në vitin 1988 jeni arratist nga Shqipëria familjarisht. Po. Jetoni në Stamford, Connecticut. Yes. Dhe keni një galeri arti që e kam pa vetë, kam qenë vetë në atë galeri, dhe studion e keni shpi një studio shumë të madhe. Në është G Art Gallery 1086 Long Reach Road in Stamford. Në Stamford, po. Po. Tashi, shkurtimisht, le të fillojmë me të parën. Ju marrut Institutin e Lartë të Arteve. Si erdhët në Institutin e Lartë të Arteve nga Shkodra? Si gjithmonë, ajo procesi Institutit të Arteve ka kanë një konkurs. Ose si filloi piktura ke ju? Qysh fëmijë, qysh moshën 5-6 vjeçare, mund të më thonë, e kam thënë edhe herë tjera, është ekspozita e parë e jamja në Kopsht, në vitin kod mund kam kanë 6 vjeç. Gjithmonë kur fillot e viti i ri në Kopsht, thoshin çka keni bën gjatë verës. Pa. Edhe se harroj kur, po ata bën do çadra, Shirokën. Shirok shkoshim me në plasë, ajo ishte koha e hershme. Edhe ishin mundësitë asaj kohet. Edhe i bën ato na çadrat e kuqe dhe njerëzit tonë me rroba bëhen të kuqe, ku di unë i bani përshtypje asaj edukatore se bile ka kanë vajza, ajo ka kanë tezja e shokut tim që edhe u bën piktor më vonë. Edhe i morën i vunën bulevard Pjaci, kena thonë, në fund të kinema Veroria. Ato dy vëllezërit e mi janë më të mëdhej, Leka dhe Viktori, kishin pa, fshatime të vllajt. Edhe morën, kam kret vivit se ka kanë diçka s'mon që mbani përshtypje. Morën me vetë, ishte më i vogël, mund kem 6 vjeç, 7 vjeç. Edhe ajo ka pas një prag përpara. Edhe hyp atë i pragu kur edhe papa të vizatimis, duke mund të thonë ekspozita e parë. E para s'man gjasi ka kanë publike e vume. Nga diçka që kam bëu. Pastaj në Shkodër marrë shkollën e mesme? Në Shkodër kam bërë gjimnazin. Gjimnazin, kam bërë 8 vjeç shkollë muzikët. 8 vjeç shkollë muzike? Kam ra violinës. Wow. Ti je artist shumë profesional. Duke ta kupton ato gjitha bashkë lidhen. Por nuk ishe e premper violin. Baba ma shumë të kënë edhe baba ka shkruar tekstin në Lëborës. Edhe këto kompozitorë. Po, sqaroj çik, se kjo është shumë interesante. Ajo është herë vitit 46, nëse e kam Se ka pas emrin baba? Zef Pali. Zef Pali. Po. Ka shkruar nga këngët ty, apo një figurë karizmatike, ka shkruar edhe tekste tjera lirike, ka kanë një figurë që nuk kam ka kanë një dekorum, partizan, po nuk ka kanë s'man njerëz që flit, ajo kënga ishte për partinë, për këto, ka kanë një fjalë lirik, jo se ka kanë kundër saj, për arsye se ai ka luftu vetë me pushtet, por ishte një person që shkruante diçka s'man jashtë kontekstit. Edhe duket më shumë pat probleme në atë punë, po Dulleborën e ka shkruar Simoni ka bën muzikën, e thot Simon Gjoni. Ban muzikën i thot Zefi thot kam baj këtë muzikën duke interesant, ma shkruaj një tekst, ashtu ata në kohë duket. Edhe atëherë ka kanë babën kanë gazetari bashkimit, korrespondent Shkodrës, edhe ajo Gojdhana është aty te Kaliboba poshtë turizëm, me got para në zarfin e që shkote për Tiranë, ato bëj kafe të lidhën në Spango kështu, aty a shkruaj teksti i parë për Lulebor. Edhe do të më thonë ashtu lindin. Ashtu thotë se baba jem kam bën këtë muhabetës më me të. Edhe ka shkuar ka pastru. Është një këngë pas 70 vjetësh prap ka lezet. Eksakt. Është ky është arti, kjo qendroi historisë. Edhe atë ka shkuar e ka pastruar ka thënë nën Simoni Shfiçja ku ke tekstin tuaj Simonit. Po diçka thjesht kush e ka di se sa e çfarë për mos është më rëkong. Po sa saj s'mon që me bashkënit e kodhat e... Për shumë shumë vetë, unë për shumë e kam mësuar nga ty kur kam qenë shpitale, po shumë vetë se kanë ditë tekst, edhe di si këngë, është këngë legjendë. Pse nolli kjo? Babën tim në 76 në futën në burg. Edhe mas ju futën në burg, ata e hoqën tekstin e bën thoshin popullore.
Muzika si mund gjoni teksti popullor. Teksti popullor ishte pak e çuditshme, pa tjetër. Ma vonë u desht me skaru me i zgjill këto punë. Siç ka kanë problemet e komunizmit që krijoheshin 76 për çfarë futën në burg? Shpërdorimi i postit zyrtar që nuk ishte post zyrtar. Doshin ishte figurë me besoj me eliminu. Nuk e di pse po. Muhabit, po nëse nuk e mujt muhabit në ato kohë. Ja, pra edhe unë që një moment saktuar unë gjithë familjen, okay, baba e luftoi, Axha luftoi, dajin e kishe dekorum, luftu, baba i dekorum. I ta hynin në burg, baba ju hynin në burg. Arrestuan me 31 dhjetor të hinë në shtëpi natën e vitit të ri. Si shkove ti në shkollë lart? Ishe një 4 muaj, kishte fillu. Ajo më gazon. Mzuni një shtator në shkollë, ishte në rregull, kur fund mendova si po nxjerr shkollën. Por fal profesor Danishuklit. I shkruan një copë, besoj ka shumë një copë. Ne kam pyet më vonë profesor Thomajn, shefin e katedrës. Nuk më ka thonë direkt, po indirekt s'mon që ka kanë ndërhyrja profesor Danishuklit, që mos e eliminoni, mos e hiqni këtë djalë për aty. E pas drejt. Në tonat grumull vetëm unë kam vazhduar tamam. Ka pas drejt. Kjo është një farë historiku të kush ka kanë, pa tjetër të kanë ty pas të gene, ty pas të biseda me babën aty. Një farë mënyrët, kjo transmetohet, besoj, në dëshirën për me kriju, dëshirën për me thonë fjallën tonë, dëshirën për me... Dëshirën mund të kenë shumë, po duhet dhe talenti do punë, edhe unë e kom pa vetë që ju punoni si punë është, unë jam shmon, besoj, talenti ku di unë ndoshta se ekziston, po është puna. Ja, ekziston. Ekziston se mu me ndonë edhe $1 miliard unë shumë piktoresh. Nuk është ajo... Se ke, nuk i ke, por talenti edhe në çdo lloj fushë, mund të kesh talent, po s'pate punë. Mendoj se këto janë duket talenti është një kamulje, është një ëndrrim. Po, është një ngacmim. Pa tjetër, atë si keme e shprejti, ti e shprej me poezinë, e shprej me një tregim, mërënda saj, unë s'mon të vje koncentrojate në një 4 orë, s'mon drejt kanë që i mash, që mundohem me e skjaru atë që ka mund për mërënda, por profesionalisht me mënyrët si që janë shprejhet e artit vizual, e cili ka s'mon ka mundësit e pa mundësit e veta. Mundësit e pa mundësit, drejt. Se shumë bukur ishe parti fol me Zefin Milempave, edhe tha si mundet ma një fjale t'ilë, s'man që dikush pruni një pjatë, edhe në pjatë ishte gjithë hidhrimi im. A te e thutin poezi. Po me pikturu pjatë. Se a kuptën është diçka s'man që ka kufizimet e mirat. Ka kufizimet, por amon kur godet, piktura ka një impresion shumë të është një mash fiks. Po ajo, për fat mirë, ose mundë me thonë, ka një gjans, ma është një përqindje gjatë këtë karrierës tonë artistike. Në përgjithësi, me që aflitet si ma statistikave të artit vizual, ti ke mu njofë për 2-3 imazhe që i ke pikturu. Unë sot mund kem rrëth 1500 punë. Po kam me përfunu kja punë një, me kënë very lucky, 2 shumë happy, është të përfundon. Ba me pa kretë, base pa marrim Van Goghun e mbëllë, për i herë thu, Lule Dili, ose Starry Night. Marrën e punë. Ai vetëm, për 87 ditë ka ba 75 piktura në arlë. Që shkojnë me pa dashurën e fëtë. Exact, që për e veshin. Nëse këto një historina anekdotale, anyway, po këtë kasë më në arti vizual është ndryshe nga artet tjera, edhe donë shumë koncentrim, Unë menoj që arti, sidomos piktura, edhe poezia, edhe donë një farë turblire, nuk mund të shkoj në arti mod, nuk shkoj në për shpirtrat qetë, menoj unë. Po, nuk është vetëm ajo, në përgjithësi, që me qa menoj unë, me qa shofune, me qa kam pas, rrëth po mundë me thonë, rrëth 5 vjetëve të fundit, që jam kreti koncentru me shumë sistematik në punë. Janë imazhe që unë i njof, edhe i shof gati për ditë. Ba me pa, kretë krimtaria, 5 vjetëve të fundit, është rrëth rodu, jo një ma shumë se 1000 metër nga shtëpia, ose vendet ku jetoj, që kam shtëpinë e dytë në Pennsylvania, Pocono Mountains, duke ta kupton fillon
imazhin që je njeh, imazhin që ti që absorbon, e jeton, e përjeton, fillon e absorbon vetë dhe e pasqyron shumë më mirë. Bam me pa kretë historinë e artit. Portretet më të mira janë jo portreti i nanës, portreti i dashunës. Tan portretet janë ato që ti absorbon e i shef edhe koncentrohesh edhe zerr esencën e tyre. Mendoj që jo vetëm pikturë, po në çdo lloj arti, absolutisht do letërsinë. Absolutisht duhet për atë që ti njeh. Charles Dickens. Po. Ai ka pasur të vërtetën. Pasur të vërtetën, e ka jetu. Vërtetë e jetu. Nuk mund të bësh art dhe këtu po kalojmë edhe pikturë që pastaj atë interpretimin ja boni ju se ju jeni jam amator pikture. Nuk ka kjo është thjesht një por ne kemi një handicap madh, një mangësi të madhe, mos përdorim fjalën anglisht. Një mangësi të madhe gjatë realizmit socialist, pikërisht se kemi paraqit realitetin. E pa vërtet. Fake. Nuk e paraqit realitetin. Dhe kur thonë po përmendin për shkrimtar të mëdhenj, dole eksakt ku duhet. Është krejt një kur futesh e shef atë antanës mund tu mirë morë, po kjo unë se kam pa këtë. Ka ndjeshmëri. Po kjo ka shumë masive, pas ka shumë ku di unë një hour që unë se kam përjetuar. Edhe në vërtet, para 2 ditë që ishe pava një artiste të resë, një arkitekte, dhe pava thote kjo piktura që kam bën është nga viti 45 deri në vitet 90. Në ato autobuzat, me do njerëz që kapen, si që këna pas kenat, autobuzi me fizharmonik që ishte me plumë. Se artiste, atë paraqit realitetin. Po me pa bën ato ti shkoshin në burg. Po, shkoshin në burg. Tash ti e bën. Po nëse po ajo është e vërteta. Tash e bën për si e bëjnë. Jo e vërteta ty ksy me lodra, s'mon atë në festival Gjinokastër, me ato me tana reolat e socializmit, me ato proklamimet, me sloganet e din që janë rroft ky e rrofta e lavdi kësaj asaj, i dina këto punë një. Si erdhi dhe si realizua arratisja ju në 88-ën? Se kjo është shumë rëndësishme. Dhe pse ju shtyju? Baba kishte dalë për i burgu? Baba kishte vdek, dalë për i burgu, nuk shkoj shumë sa dole për i burgu dhe vdek. Duket si presion i saj. Ai ma shumë ishte i thyr. Ju në 80-ën mas i marrut Institut në Arteve. Më qunë në Shkodër. Në Shkodër. Më këthej në patjetër, në Shkodër. Mësus? Mësus në do fshat në periferi Shkodrës. Nuk ishte promësat, mësus më nuk më qosh një kundit, por në fund madhëna, parë ratisës, më dekdisën Dugagjin, një vendësman që jo vendit mërshëm. Nuk kishte as karvat as gjë, hiqe derën e klasë, kishte 2 karriga, edhe i venshe për përfjesi. Po, në burg ishte mirë, se burgu nuk do t'ishte atje ma e malit. Ishte një... Po pse bankë? Ne në shunë në Dugagjin, për mëndimuz zonat e thadha, si që ishte ato sloganit edhe ato aksionet, gjojat të intelektualve ose të artistve. Kjo ishte arsye e fundit që ju vendoset të artiset? Shumë është i kompleks. Kjo është një nërta. Nuk ishte vetëm kjo, ba me kanë vetëm klasë Mahamad do kisha ratis. Një grumull i mall, jo vetëm e, po gjithë familjes. Gjithë familja. Kush organizoi? Kush ishte ideja? Filloi një nga tres me tasoj kohët me Ministrinë e Punëve të Brendshme, për arsye se motra ime ishte smuri, shkuan në Itali për më kuru, erdhi, shkuan në Itali, dikush foli pse janë këto, u krijuan do probleme me sistemin atëherë me njerëz. Po si në Itali? Ai i shoqi ishte punonte në Ministrinë e Punëve të Brendshme. Familja si do qoftë. Baba jemi ishte partizan i dekoruar, pavarësisht ai gabimet. Nuk ishte kërcman pa e ditë se për të morë se diqa ban këtu jo mirë. Nuk është më prap, nuk kanë edhe ashtë meqëm. Duket sikur kanë të meqëm, sa të kanë represioni, nuk ka mençuri. Është dhunë, nuk ka... Dhuna s'ka mençuri, marrë. Edhe ato persona që kanë kryu këtë represion, nuk kanë shumë të meqëm. U kriju nëse është proces shumë i gjatë, mund të mëndaj në ti 2 orë me laku këte, nëse kur u këthyn ato para ne u kriju një keq kuptim, morën tanë qaprunës, nana jame, se ishte bashkë me nanën. Kishte njerëz në Itali? Po, hallën. Ajo ishte martu me gazetarët të Messengerës, ai qysh në kohë të luftës ishin. Njofte i atje mas sa marrë lufta, ajo shkon punë vet. Fëmijët kishte fëmijët e vet, ikën në Rom jetoshin.
Po kjo nuk ishte problem, sa ato nuk ishin të arratisën. Njerëz që normalisht masi ai kishte marrë lufta, ato shkuan në për shtëpiat veta. U kreu një problem i moment ato qa prun disa gift që i kishte dhënë s'man dhurata, u morën i çuni i sekuestruan, u kreu një situatë shumë e palezeqme. Atëherë me motër shkojuan ku në ministri, ju thonë ne të presim gjuhën, ne të bëjmë këtë, ai thonë atëherë ç'a bën e morën Bornës me motër, Minellën, e kapën e prunën në Shkodër. Minella Andonin. E ka qenë arratise spektakolare. Se Minella Andonin ka qenë burri motrës tuaj. Po. Wow. Ma bukur, atë çojnë bajnë shefin e kret për pavis për ton kufinin. E vënë ujkun me ujë dhënë, si e thojnë. E nesa atëherë kur u kryu kjo situatë, mirë më. Ne mundam me morëm atëherë. Nëse s'po du me zgjat shumë se është për. Keni sa keni ja 16 vjet? 12. Atë makinën e furnizimit kufinit, po shkoj me furnizu kufinin, sa kena shku të trau, Sergio, zotni ideal, Sergio Gjeçi. Edhe i në gaz më tepër, dalim në anë tjetër, bajmë i farë kështu, do granata, do kështu me ato, se fillun me mush automatik të ato, u futën, nuk u trenën të shok ton, u futën aty në gabine. Nëse s'pa du me fy kërkën, po për bukurish ka çdo gjë në rregull, mas një 5 muaj që ne jetëm në Jugosllavi, ardhëm duket në sponsorizimin e KIS katolik dhe luterane, përfundum në Michigan. Grand Rapids, Michigan. So everybody good, të tanë mirë. Minella në pension të shtetesh. Edhe motra në pension. 75 po. Pa tjetër. Një ty është 75. Ka qenë hike u ton gjithë Tirana atë. Ajo bani mirë, se shkuni i fije u dote, ajo ikja nuk është e mirë, se me ik nuk është mirë. Seriozisht. Jo, jam dakord, nuk është mirë, por ka po në atë moment ishte shumë pozitive për atë. Jo, me ik jam dakord me ty. Njeriu peshën e kanë dhënë. Eksakt. Shumë njerëz nuk e kuptojnë, dhe ne kemi edhe on kam ikë edhe ti. Kur është knatësia mallën. Problemi është njeriu atë peshën e kanë buri ronon vetë. Eksakt. Absolutisht. Edhe shumë njerëz e mendojnë që o lehtë, i duket edhe diçka s'mon se njerëz nuk e kuptojnë, duket diçka s'mon euforike, diçka nësa. Nëse nga izolimin e i që bot çdo gjë, izolimi mund na u dukte sikur është bota ku do i thoj. Sa rekord ne ty kur kalum në anën tjetër, këte ishin hollandezët me ato maunet e Brotkocave, me ato Brotkoca, Shelqina, pse kanë janar, Brotkoca. Ty rash plak. Nanti me pasmon e kuptuan çanolli. Se gërsitin ja futën, unë holla i granata automatik, unë këte tanu ba. Po kuptu ato umshehen e kuptuan tan këtu, se ishte një rresht me maune. Moris mondi far, atë nuk kishin si me mshe. Për njerëzit që nuk e dinë, ju jeni martuar me me vajzën e aktorit madh Nrek Luca. Me Rozafën, po. Me Rozafën. Po shoqë që fëmijë, shok, fëmijë. Qysh fëmijë? Po, edhe baba kanë shumë shok me Nrekën se. Ju hiket mase si u lidhet. Edhe unë, Rozafa ka ikë 89 në Francë, unë kam ikë 88, edhe në mori farë kështu, u ban një lidhë shmon shkret e pa planifikume, po jashtëzakonisht me kështu, pa asë një kretë inocente, si të. Në i zonë, po ku je, unë jam Francë, po, mora për Nreken, kishte tek Nreka. Marë në telefon, pa tjetë se ishte njëri familjes. Ndel Rozafën, si jemi ku je ju, thot jam Francë. Okej, mi ban këtu kondolancën që kena nesër, kjo është i vetë, në këte. Rozafë e thoshtë, flasim kur shkosh. Jo, okej, thot në ban telefon, sa të më rrinë, ishte atër në Lyon. Pas ku për specializim du? Pa, specializim ginekologjisë. Edhe doktoresh shumë e zonja edhe në Stanford po punon. Gja ma shumë punëtore, e jashtëzakonshme, vajze aft. Këtë kam pa me sytë e mi. Vajze aft, e dashtën, kush e disa mija babies kanë kalu në durët e saj. Nuk ka, njëri që nuk pushon. Absolutisht. Falim nërë Zotë. Nuk pushon dhe shumë mikpritse. Absolutisht. Unë kam qenë në shpinë tuj, erdi mas pune, mas 10 ore pun, erdi boni darkën, boni mikpritje. Ajo është e përdiqme. Pa u lodhë.
shumë njeri, po, dhe edhe është shumë suportuese çfarë bëj unë. Po ajo. Vërtetësisht, apo ne në artist nuk ka probleme, ne kena probleme tona, nuk kena thjesht. Jo më mangu, nuk ka problemi mangu. Jo, kena diçka më tepër, ja ato problemi. Se jena normal, po kena mi normalin, kena mi normë, kena diçka tjetër, që kërkush nuk e kanë tjetër. Asun se di çfarë është, po diçka është. Diçka është. Edhe po ajo është gati smani e pa, jo e pa suportueshme, ka diçka të çuditshme. Po ty pas edhe babën artist, edhe nënën artist, edhe vllahën artist, mon. S'ka kanë problem. Përkundër se thotë, "Yes, vazhdo, jepi." Dhe nuk është njëri që më ndalon. 37 vjet në Amerikë. Po, 38 gati, ëh? 38 gati, po. Në fillim ishit në Detroit. Grand Rapids, Michigan. Po. Çfarë u morët në fillim? Unë për një herë punova, më thonë, shumë në panë, i dhash, kishe marrë diplomën me vetë të Institutit të Arteve. E çunë e konvertuane, nese, unë pa një vit, nështë mund t'jem rasti vetëm. Konvertu në diplomën më lane ekuivalencen e kolegjit të artit në Marum në Amerikë. Direkt qova një portfolio, kishe marrë, kur jam arratis, e kam alat dosja rujt me kështu. Vizatime, kishe pocetet pikturave që i kishe, edhe natën që jam ull nga avioni, bashkë me nanën teme, me vajzën, me Luçanën, me tanto, ardhen më mora dosën, dikush më ndimu. Një thëmë të lutem me kujdesën, se nesër më thonë që është ajo, me shpjegova se kush jam, diplomin që kishe nga Instituti i Arteve, kishe marrë me vedi ato. Thonë, po mirë, po një me konvertojmë. Është një organizat që quhet World Education Services, që qunë ato punë ekuivalencën, notat, atëherë ishte komplet e mëllën Shqipnia, edhe për bukurim, mas qumë në 3 universitete qumë aplikimin, edhe më përnu në Universitetin e Michiganit. Në shkolli, jashtëzakonisht e mirë, aty ka kanë duke qilësi. E veprimi i marë e ma i mirë që kanë ba. Pa ditë. Pa ditë, por duket e kjo edukimi, continuations, vazhdimësia. Në edukim është duket hap qilësat. Për arsye se hap dyrë, se thash. Çanol, në atë periudhë, viti se kjo është 90-ta, januari 90, a nuk u ditë çfarë është. Sa po kishin fillu kompjuterat. Atëherë ishim në floppy disk me shtu më fut, edhe një profesor nuk e dia gjalla, sa është një farë John Kuzaj, vjen më thotë një gjë thotë, unë e di se mund e vërmë se kjo ti e jo aftë me vizatu, me pikturu, nuk ka problem. Ty mor zotni thotë duhet punë. Duhet punë për me ushqy familjen, me pagu qiran, me ble makinë. Janë rregull, thon. Hajde më thotë. Futet një korridor një kat më poshtë, hap derën në laborator, ishte laborator mund të ishte 20 metër me 15 metër, me tavolina mush me kompjutera. Thotë njaja është ardhmja, njaja buka jote, do kishte drejt. Ula, rrishe mas diteve, se ajo për fat mirë kishe shtëpi në kampus, bashkë me nanën me vajzën kishte. Në kampus, edhe kampusin e kishe atë laboratorin se kishe larg, Kresge Art Center, fantastike, 24 orë rritë hap. Nuk u mbyll të shkolla kur. Kur doshim me shku, shkojshe, kur doshim me pikturu, kur doshim me vizatu, kur doshim mulër kompjutera. So, për mu ishte Disneyland. Ose Lisa in the Wonderland. Edhe ajo fillova të hin një botë tjetër, po një botë e cila mua vonë u bë normale dhe masi marrova shkollën. Natën që kam marrë shkollën, më thotë profesorin e gjë, shumë mirë është, o Chicago o New York. Se këto të Michigani ka ato kufizimet e veta shumë i mirë për shkollën, thotë, po puna ka probleme, ato janë keme pas oportunitet shumë më të madh, që ose shkon të qendra të mëdha, siç ishte Chicago, siç ishte New Yorku. New York ishte kërcmon, kishe shokë, kishe familje dhe këtë, atëherë për mora traku një holl, natën që kam mbaru shkollën, nesër në 4 mjesit jam nis për New York. Edhe qysh atëherë, kam ardhur jam vendos në Northeast, kam jetu në New York, kam jetu punu rreth 20 vjet, 21 vjet gati. Në Manhattan, në këto law firms, kam punuar në graphic design, po atjetër gjithmonë kam pikturu. Nuk e absolutisht asnjëherë në shtëpi kishe, kur jetoshe në New York, kishe shtëpi në Yonkers, New York offer, e kishe studio sipër,
po atje galeri që më reprezentoshin që shiqin punët e mia, në San Francisco, që vazhdojnë ala, ato vazhdojnë me shit punën teme, me publiku punën teme, po kështu në New York, edhe në Miami. S'man kanë një kohë mirë, edhe një punë, s'man e cila, ose një mundësi që më hapi dyrë shumë. Tashti, pastaj prej aty New Yorku të zhvendosët në Connecticut. Po, në Stanford, Connecticut. Po, në Stanford kam qenë, kam pa edhe. Tash i kam pa dhe studion që i kishe poshtë ke BDU-mi. Ajo mund më atribu një mish aty hudh gjonat me ta kam çu fotografi. Kemë bash bile. Kam pa pastaj galerinë. Galeria më ka bërë shumë përshtypje, me shumë elegancë, shumë e bukur. Edhe Stanford është qytet i pasur, është qytet i mirë që janë njët me Greenwich. Greenwich është ndoshta mund të jetë ardhnat për kokë të ndoshta më të mëdha kret në Federatën Amerikane. So, edhe me kulturën, por nuk ka rëndësi, ajo është rëndësishme, kam dashur me kallëzu. Ne shqiptarët bëjmë edhe art, nuk bëjmë vetëm restorante dhe pica. Se harroj kurrë, dritë pas duhet me thonë Samir Repishti ka vdek gati 100 vjeç, 99 vjeç. Morëm bashkë me Lucian Bedenin, Zefin, vërtet Zef Paci që e takove poshtë, Zefi thot Gjergj, thot a dish, po bëjmë të atë, i thashtë unë atë galeri, po qef kam me ditë të pri ku kam ardhun, ku shamun, ku kam linun, si do t'ishte ma mirë se sa Marubi. Bëme 100 sa fotografit Marubit, i prumë aty mërënd që ishte edhe një introduksion jemi, me ditë se unë kam lini këtë qytet, me këtë kulturë, me këtë mundësi, edhe ishte shumë mirë me ditë, vëllai vend ku jam unë, me ditë, ardhen gjaja ma që diqme e nga moma, 7 kurator, i kam janë në fotografinë, që ato nuk shkojnë kërkum. S'me nuk shkojnë se duket sikur ti po favorizon një galeri, por nga kurreshtë s'mon që që është kjo, u habiten, ka në rrëth, kënaj gati një orë e gjysë aty, 7 kurator nga Muzeumi i Artit Modern, ti pa atë Marubin me knatësi, se në kretë Bardezia, në shumë foto artistike, e cila Zefi kishte kronolizu me shumë mjeshtri, edhe ishte një ekspozit, jashtëzakonisht me vlerë, kështu që aja ka fillu me Marubin, e kam hapë. Dhe në fotografi shumë ekspozita, po t'i shofa kanë Bardezin, se më shumë me kontrastet, piktura ajo ka kanë teknologjia kos, nuk ka se... Mimi, po sot është këtë mod prapë. Po tjetër. Ajo aty ka lëzër mjeshtrita më të Bardezia. Ajo ti je fotograf. Fotografi bo dhe me të. Ti je fotograf kur më të vërtet je i aftër me Bardezin, fotografia barës me grafikin. Tash këtë galeri që i ke në Stanford, e ke si galeri dhe njifin në Stanford kanë pa dhe gazetat që kanë shkruajtur e njënën tjetrën dhe në New York, po problemi është ti e ke dhe komerciale këtë shet nga kjo galeri? Por një vlera kërësore, që kam unë, nuk jam vetëm unë, s'mon që jam shqiptar atje që piktor, kam Gazmend Bakallin, kam Adriatik Balin, Nazmi Hoxhën. Nazmi atje është? Po. Nazmi është në New York, po janë në afër Krecman, 30 minuta. Vasil Rakin, që është skulptor jashtëzakonshëm, s'mon, është shumë mirë s'mon që i baj këta ekspozita, krijohet një mundësi. Takojnë? Pa tjetër, takojnë aty. Shpesh herë janë ekspozita grup, ose shumica në personale, po një herë në vit gjithmonë kam bërë ekspozit grupe. I kam thirrë kërë të shok. Mund ta kem përzi me 2-3 venalisë, që mund të jenë nga Stanford në vit, që mos me etnicizu, se ja ul diapazonin. Nuk ka nevojë me kënë galeri shqiptare, nuk du me etnicizu, me bë etnike. Kja është Albanian Arts. Shumë mirë është, po me dozën që duhet, pa e basmon, pa e banalizu, do se s'du me vu, me bo jemi lirë e të uda. Ja i fje, do në edukat, pa tjetër. Folklorizmi, mirë është, po jo, në ka masën e vetë, si qdo që. Tashti, Gjergj, me sa një fun, edhe me sa lexova artikuj që shkryeshin për ju, do thonë, ju cilësojnë si një mjeshtër i ngjyrave dhe e pash dhe vetë, dhe keni pejsazhet maniqme. Ajo, problemi ngjyrës, janë probleme koklavit në ato artit s'mandes, është kretë personale.
unë s'jam, ti je piktor, unë jam amator, për shembull Van Goghu nga ngjyrat e njëjta. No, ton kanë njëjtat ngjyra. Po, mënyra se si vetë, teknikë përzi. Për shembull, siç kam lexuar unë atë të kuqen e Van Goghut se arrin njëri, se varet si I përzi. Ato janë më po varet se çka ka afër e kuqja. Bravo, çka ka. Ka një bëjkafa, ka një eshidje, ka s'man posa saj, ma lërg saj ka një tjetër, s'man kretë kjo ndërthurje, kërën këtë efekt s'man që raportet e tyne, fillojnë e kërojnë s'man një intensitet, ose një ullje intensitetit, që s'man e banë veçantë për atë artist. Në aty dahen duket janë këto, që I thonë një talente. Një shtrit talente. Asa jo që është ndjenje më rëndë, nuk e kam të... që mund është më thonë kolorista në këte. Nuk mësohet me të lexuar ajo. Janë probleme shumë më të koklavit nëse shumë mund në mi thonë një podcast, duhet të janë shumë teknike, kjo fillon qysh me zgjedhjen e motivit, qysh me se si ti ke me interpretu, a ka nevoj me kënë ertë, a ka nevoj me kënë kjartë, a ka nevoj me kënë me raporte që janë neutrale, janë gjana s'man që cilat kanë, është një bised në është ma specifike, ma e gjatë që mundet më banë një herë tjetër, nuk du me evitu këte, po është s'man mirë me shtjellohet teknikisht me proceset e veta qysh me përgatitjet para se me fillu me pikturu. Pra, bile t'ju ardhë në Tiranë, kishe marrë një libër të Velasquezit, mjeshtrit madh spanjol, e cila nuk ishte kret libër artit, s'man për me kallëzu se ka ban këte, komplet analizon se si e ka përgatit terrenin në të lajot e tia për me zbatu pikturën, e cila edhe sot e kësa ditet është një vibrim mahnit e shkushe njëfë si profesion, para Velasquezit I shtonë shtu qa ba, e ka 400 vjetë që a pikturu, vibron... Si spjegohet, spjegohet, ka njërës të atilë, po lexohen të bile, dhe para thonje thote që marrëdhëniet e tia ma vonë me Peter Paul Rubens I thot një kjo I thot, e shef s'ma një piktori ri aftë, shkon në Itali, shef pak qa bëhet, shkon në Venecia, s'ma është, edhe përgatitja se si që bëhet me të lajot, me ato, me të tonimet e, është një kompleks, është një labirinth, për me mujt me arritë të vlera. E që thëtë, për nësë janë normal, sepse nuk e kap çdo sy, e shoh dhe unë, po nuk e kap. Eksakt. Ti thu, edhe një person që profesioniste e shëfto, priti filmor, si e ka ba, cilat janë një mënyrë, e kanë pasë, edhe durim, duke të kanë koha durim, se kanë pasë ma shumë kohë. Nuk kanë pasë. Sot në kanë morë në qafë. As televizor, as media, ka kanë tjetër gjë, nuk ka kanë tjetër gjë. Kanë kënë, me të vërtet, kanë pasë I fje ma shumë kohë. Me jetë kanë qenë edhe genial. Se atë thotë, Diego Velázquez, The Genius of Technology and Color. Shumë bukur, e kam me vetës, ma në liber I mirë kështu. Po, vazhdo. Jo, janë... Tashi, sa jenë ndjeni me artin e pikturës në Shqipëri mas 19-s? Sa ke njohuri dhe si e shef? Raportet e mia, ato janë disa figura që janë jashtëzakonisht me vlerë, jo vetëm Shqipni, por kretë artin ndërkombëtar. Ka piktor të mirë sa? Absolutisht. Shqipëri flas, Shqipëri. Shqipni. Pa tjetër që është Edi Hila, që është një figurë pa tjetër që ka pesh në artin ndërkombëtar. Jo thjesht me thonë që dhe ky me shtu në listë është. Ka peshën tamam që duhet. Mundu me përmend Adrian Pasin, I cili është më I ri, ka një drejtim tjetër, ma shumë me videografin, po edhe me se nuk mundesh me nda në fundar artet vizuale. Nuk mundesh me nda. Edhe raste tjera, mundet me thonë Iva Lulashin, Lek Gjeloshin. Në përgjithshëm ka një zhvillim të artit. Po, tjetër. Për shembull, unë flas për kinematografin ka ra komplet. Po, kinematografia ka një problem, se është e lidhur shumë me financimin. Me financimin, po nuk ka mo talente, nuk ka mo mjeshtra, sepse, për shembull, le ta kapim. Dimitër Agnosti ka bën një film dueli heshtur vetëm me një anije. Dhe janë 4 aktorë aty genial. Pa tjetër, si ti që gje atë ngjyrën, qëllime ngjyrën tjetër, ai ka gjetë dhe profilet që I përshtatet, që u bë një kompleks. Ajo është problem gjeneratet.
Është problem gjeneratet edhe atëherë s'mon kinematografin, pa tjetër këto fillimet ajo është vitet 67, pra. Kam kanë një vogël e më mend se pa tjetër. Shifshin American në ekran edhe nuk e besoshë për se e shifshin shtëpi me babën. Ti bën muhabet. Tani shifshin me nacion, shifshin i far skepticizmi, se unë e di kush është ai, din se kam panë shtëpi, çfarë do ne aty. Por nëse se do më dal, po ajo është me bujarin, një mrekulli, bujarin kam një klasë në studentar, dhe se bujari ardhi edhe i herë për me bën grafikën. Resha Tërbana, Bujari, Nreka edhe Ricardi. Ricardi ka qenë jashtëzakonshëm. Edhe si njeri, edhe si e kulturuar, edhe një portret, domethënë që u marrun gjithë vajzat. Tan problem gjeneratash. Janë një herë në gjenerat vinë ato. Por nuk kam dyshim që mundën një moment tjetër, një formë tjetër, ma të sofistikume, se të është teknologjia, të është AI, mos e harro. Është t'ju ardhë, se mund t'ju ba një person me një keyboard. Me gjithë unë nuk besoj shumë ke AI. Nuk, është një bisede gjatë, unë i shiftum në Harvard University, me kinematografin që është sot, si ka fillimet e kinematografisë në AI. Po ashtu edhe në Yale, se Yale jam alumni, kam aktivitet në Yale University që është afër shtëpisë time. Edhe një nga universitetet më të mira që ekzistojnë. Edhe nga 10 parat. Bile parë po fliqe me Zefin, po i kallëzosh sekret ato. AI ka një zhvillim të papam. Pse se sot keyboard i thusmon Gjergji me syrçin, ty ba bised. Keyboard ai e gjen kusha Gjergj Pali me syrçin, i vend s'mon marrëdhënie dhe në lëvizje është kjo nëse se pranojmë ne sepse ne kemi një ignorant në këtë drejtim të zhvillimit të teknologjisë. Kam thënë gjë, mos u tremni për AI, ju piktor. Pse nuk mundet me piktoru? Nuk mund me piktoru. E mbyllim. I know. AI nuk mundet me piktoru. S'ka më mund kurr. Shumë faleminderit. Ishte kënaqësi. Allah pa shumë? Jo. Pak duhet me ardhe pite me net më gjatë.